Kjo javë ja kemi dediku rezistencës të komunitetit LGBTQI+ në Kosovë, por edhe më gjerë, për shkak që diskursi global dhe lokal është i mbushur me narrativa konservative që janë anti të drejta LGBTQI+, anti të drejtat njeriut dhe antidemokraci. Dhe ne kemi dashur me këtë edicion me tregu që ne jemi këtu, kemi qenë edhe asnjëherë hapën mbrapa nuk e bojmë në progresin që e kemi arrit për me festu dashnin, lumturinë dhe të drejtën për me ekzistu lirshëm për gjithë pa dallim. Kodi civil fatkeqësisht ka tregu që ka shumë homofobë në Parlamentin e Republikës të Kosovës. Kemi pa që edhe shumë nga ata homofobë tash janë betu dhe do të vazhdojnë të jenë deputet në Parlamentin e Republikës të Kosovës. Ne shpresojmë që sa më shpejt do të hyjë në votim përsëri, për kësaj here pritshmëria dhe kërkesa jone direktshme është që duhet të ndalohet gjuha diskriminuese dhe dezinformuese dhe urrëcet që e kemi pa në vitin 2020. Për shkak që jemi të folë për një të drejtë të garantuar nga Kushtetuta e Republikës të Kosovës. Well, at the moment I'm hoping that we will have a parliament which is able to convene soon and is able to consider legislation on all sorts of matters. And of course it will be for the next government to decide whether they want to bring that back for the next parliament to vote on. We of course we're very supportive of the civil code, so we'll see whether when there is a new parliament and a new government they want to bring it back and have another look at the legislation. But I think it's very important that Kosovo has up-to-date modern European legislation which defends the rights of all communities. Yes, well, it's a fantastic event, and I'm very pleased to be here with all of the members of the LGBT+ community in Kosovo and many people that I've spotted from around the world. And I'm here as British Ambassador because the UK and I personally believe so strongly in the fundamental rights of the LGBT+ community. This year's theme, as you know, is No Step Back. And that means that there is a real feeling that across the world, and possibly even here in Kosovo, some of the rights which have been worked for and fought for so hard over the years are being gradually rolled back, and they are being challenged. So it's really important that events like this and all of the people here today are able to continue to fight for the rights of LGBT+ community and indeed whatever people believe and how they want to live their lives and who they want to love and how they want to behave. Prishtina është për gjitha komunitetet, prandaj këtu kemi sot një numër të madh të ambasadorëve, të cilët ju kanë bashkuar edhe kësaj parade, tregon që Prishtina është e hapur për të gjitha komunitetet. Ne duhet të jemi faktikisht të krijojmë mundësi, platformë për secilin njeri që të ndihet i barabartë në kryeqytet. Ne kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm me komunitetin, kemi kriju faktikisht, kemi edhe subvencione, ndihma të ndryshme me organizata të ndryshme që punojnë me komunitetin LGBTQI+, dhe kryeqyteti normal që gjithmonë i përkrah secilin qytetar, secilin komunitet, posaçërisht ato komunitetet në pakicë, të cilat edhe kanë qenë të cenuara me vite të tëra, mirë po kryeqyteti dhe shoqëria këtu tregon që jemi të një niveli më të ngritur